Elbasani ka reaguar përmes një postimi zyrtar duke ndarë me tifozët një mesazh të fortë të reflektimi dhe bashkimi në një nga momentet më të rëndësishme të sezonit, pavarësisht javëve të vështira në kampionat dhe rezultateve që nuk kanë qenë në nivelin e pritshmërive. Klubi Verde Blu ka konfirmuar një arritje historike, rikthimi në kompeticionet europiane pas plot 20 vitesh. Në reagimin e tij, klubi pranon hapur zhgënjimin e tifozëve, duke theksuar se emocioni dhe pritshmëritë e larta janë të natyrshme për një skuadër që mbart peshën e historisë dhe pasionin e një qyteti të tërë. Megjithatë, AF Elbasani bën apel që kritika sportive të mbetet në kufitë e etikës dhe të mos degenerojë në ofendime apo gjuhë urrëtieje ndaj futbollistëve dhe stafit. Elbasani është më shumë se një rezultat javor, është histori, identitet, krenari dhe përgjegjësi, theksohet në këtë reagim duke rikujtuar vlerat që përfaqëson klubin ndër vite. Aktualisht skuadra kryeson kampionatin me një avantazh prej 2 pikësh, duke mbetur një pretendent serioz për titullin kampion. Në këtë kontekst, drejtuesit e klubit nënvizojnë se arritja për të rikthyer në arenën europiane nuk duhet të zbehet nga disa rezultate negative, por të shihet si një sukses i madh dhe një hap përpara për futbollin elbasanas. Në një fazë kaq delikate të sezonit, mesazhi i klubit është i qartë. Skuadra ka nevojë për mbështetje, jo për çarje. Futbollistët sipas klubit duhet të ndjejnë përkrahin e tifozëve në çdo moment, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të arrihen objektiva të madhor. Në fund, AF Elbasani rithekson se respekton çdo kritik të drejtë dhe mendim të sinqert, por distancohet përrezi nga çdo formë ofendimi apo gjuhë të papërshtatshme, duke konsideruar këtë si të papranueshme për një klub që përfaqëson dinjitetin dhe qytetarinë.